Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin Gjeqar në Fier, ku një grua 31 vjeçare është gjetur e vetvarur në banesën e saj. Pavarësisht përpjekjeve për ta shpëtuar, ajo ka ndërruar jetë në spital si pasojë e gjendjes së rëndë. Policia ka nisur me një heretimet, ndërsa një grup i posaçëm hetimor po punon në drejtimin e prokurorisë për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e kësaj tragjedie. Deri më tani nuk dihen motivet që çuan të ren në këtë akt ekstrem. Njoftimi i policisë: gjatë natës dyshohet se është vetvarur në banesën e saj në fshatin Gjeqar, Shtetasja, Eja 31 vjeçe, e cila si pasojë ka humbur jetën në spital. Një grup i posaçëm hetimor po punon në drejtimin e prokurorisë për të sqaruar rrethanat e rastit. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.